Tani, pse duhet vinte protesta e Lëvizjes Bashkë, patjetër që mund ta them, sepse ne kemi seriozisht politikën. Sepse ne kemi seriozisht idealet. Nuk kemi vetëm fjalë, por kemi edhe vepra. Sepse ne i qëndrojmë zotimeve tona. Ne kemi treguar me prova këtë gjë. E mani mend, unë u zotova para 2 vjetë që nuk do isha i pari në listën e kandidatëve të Lëvizjes Bashkë për deputet. Lëvizja Bashkë mori 1 deputet, edhe ai deputet po shkëlqen kuvendin e Shqipërisë dhe nuk jam unë, është Redi Muçi. Edhe ka përqen 4 vjetë gjithë legjislaturën aty, ndërkohë që partitë e tjera u zurë me teze, me daja, me hallo, e ku diun çfarë, vetëm për që të thotë deputeti, sepse ne nuk bëjmë kompromis as me Berishën, as me Ramën, as me oligarkët, as me asnjë faktor destruktiv të shoqërisë shqiptare, sepse ne më mirë humbi me nder se sa të fitojmë pa nder, por ama jemi të gatshëm të bëjmë çdo sakrificë. Po ju them dhe jemi të gatshëm të bëjmë çdo sakrificë në mënyrë që idealet tona të pastra, idetë tona të mëdha të bëhen realitet për të mirën e gjithë popullit shqiptar. Sigurisht, politika kërkon mund, kërkon ide, kërkon kreativiteti, kërkon të gjitha këto, por mbi gjitha kërkon guxim dhe karakter. Dhe këtë guximin dhe karakterin moral nuk e ka asnjë parti sot në Shqipëri dhe më lejoni t'ju them nuk e ka pas asnjë parti në dekadat e fundit